nuk ju kanë britur dokumentacioni zgjedhor për shkak të gabimeve absolute në adresa ose adresat këqija, sikurse i kemi përkufizuar ne. 10.156. Janë 227.097 zarfe apo dokumentacion zgjedhor të marrë nga zgjedhësit, pra e kanë marrë në dorëzim 227.097. Këtë shifër duke kemi bërë publike dhe më parë. Pra, dhe kjo shifër përbën 92% të atyre që u regjistruan. E kanë marrë 92% e të regjistruarve në listën e zgjedhësve nga jashtë, e kanë marrë dokumentacionin zgjedhor të dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. E kanë kthyer mbrapsht 202.309, që përbën 82.2% të gjithë zgjedhësve të regjistruar. Pra, nëse për analogji e përkufizojmë këtë si pjesëmarrje, kanë marrë pjesë në votime 82.2% e zgjedhësve. Dhe nëse e vlerësojmë në raport me numrin atyre që e kanë marrë, shkon gati 97% që kanë marrë dokumentacionin zgjedhor. Janë kthyer mbrapsht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra pa e marrë votuesit nga jashtë, 15.250 zarfe postar apo dokumentacion zgjedhor nga 18.838. Në total, zarfe të cilët do duhet t'i kthejë shërbimi i DL-s. Deri tani kanë kthyer 15.250 nga 18.838. Përsa i përket procesit të numërimit, ky proces, sikurse keni konstatuar dhe keni qenë prezent, zgjati 8 ditë. I gjithë dokumentacioni u administrua në kuti, të cilat përmbanin sipas rregullsisë të themi të dokumentacionit, këtë dokumentacion të ndarë në 2 grupe. Në 945 kuti u administrua dokumentacioni i cili ishte i rregullt të themi, dhe vetëm në 14 kuti u administrua dokumentacioni i cili pasi u hap zarfi i DL-s, u konstatua që nuk ishte në përputhje me atë protokoll të vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kemi patur kuti të tilla, nga 1 për çdo qark dhe 2 për Tiranën. Janë 202.187 sete apo zarfa të themi të DL-s, dokumentacion zgjedhor të vlerësuar nga grupet e numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë. Në lidhje me burimet njerëzore të angazhuara në këtë proces, janë 42 persona staf i përkohshëm i KQZ-s të angazhuar në gjithë procesin e përgatitjes së votimit nga jashtë, duke filluar nga procesi i regjistrimit deri te procesi i numërimit. Faza e përgatitjes së fletëve të votimit dhe vullosjes së fletëve të votimit angazhoi 54 persona, staf KQZ. Faza e përgatitjes së dërgesave, pra përgatitjes së dokumentacionit zgjedhor që ju dërgua votues nga jashtë, angazhoi 340 persona, staf KQZ dhe DL, të cilët punuan me 3 turne. Faza e pritjes së zarfeve me fletë votimi 50 persona, staf KQZ. Vlerësimi e numërimi si proces angazhoi 200 persona, antar të KNVJ-s, të grupeve numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë dhe të KQZ-s, të cilët punuan me 2 turne. Dhe në total janë rreth 680
personeli i angazhuar në 6 muajt e fundit për votimin nga jashtë. Faza përmbyllëse, sikur se thash, ishte ajo që kishte të bënte me numërimin dhe vlerësimin e votave dhe në këtë rast, për këtë aspekt, do doja që realisht të falenderoja publikisht antarët e komisioneve të numërimit dhe vlerësimit të votave nga jashtë dhe antarët e grupeve të numërimit, pa asnjë lloj hipokrizie mirësjellje, por vërtet në mënyrë të merituar shkojnë këto falenderime për ta, pasi sikurse edhe ju si përfaqësues të medias e keni konstatuar, puna ka qenë voluminoze, në një presion të madh të vëzhguesve, të kandidatëve, të përfaqësuesve të partive politike, por ja kanë dalë që ta bënin atë punë ashtu sikurse do duhej të bëhet, pa asnjë lloj pengese artificiale. Dhe veçanërisht do doja të falenderoja këtu edhe drejtuesit dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike, të cilët kuptueshëm edhe nuk kemi pse të bëjmë sikur nuk e dim, në rrethanën e rezultatit të bërë publik deri në atë moment, i qëndruan angazhimit të tyre për ta përmbyllur këtë proces. Si antarët e komisionit propozuar nga Partia Demokratike, ashtu dhe numëruesit. Por në tërësi, këto komisione dhe këto grupe numërimi e kanë përmbushur ashtu sikurse do duhej angazhimin e tyre për të numëruar dhe për të vlerësuar. Ndaj, sinqerisht falenderit atyre. Në lidhje me edukimin dhe informimin e votuesve nga jashtë, fokusi i KQZ-s ka qenë Italia, Greqia, Gjermania, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar, dhe nga këto shtete kemi rreth 80% të klikimeve dhe të shprehjes së interesit nga votuesit për çështje të votimit nga jashtë. Nga raportet që kemi marrë nga platformat Facebook dhe Instagram, si dhe Google Ads, kemi për të parën rreth 7.176.000 klikime, që i korespondojnë 1.596.400 përdoruesve unik. Dhe ndërkohë kemi rreth 10 milion klikime si raport i Google Ads. Mund të bëj publike sot që platformat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke filluar nga ajo e regjistrimit të votuesve nga jashtë, janë gjendur në sulme kibernetike. Kemi komunikuar me institucionet përkatëse, si ato të sigurisë kibernetike, po dhe ashtu ato që lidhen me ndjekjen ligjore të këtyre rasteve, sa herë që janë evidentuar,